Këto pamje tregojnë gjendjen e rrugëve në fshatin Daullas në bashkinë e Fierit, çka ngriti në protestë komunitetin me gati 200 familje. Është trup ta marrë vesh një 2026 mos kemi çfarë rrugë vëmë në shtëpi. Ne nuk dalim nga shtëpia, nga ujë nga gjitha. Ushtrua rruga ndej, ushtrua rruga këtej, ne bëm gati, pastruam, bëm jo që do vinte të nesme. As erë dhe as qanë kokën fare. Shikojnë rrugë tëra këtu s'futen dal. Thonë se rreshjet e shiut e kthejnë zonën në një terren të pakalueshëm. Makina që ngecin, këmbësor që rrshqasin dhe mjete që dëmtojnë çdo ditë janë bërë pjesë e rutinës së tyre. I hanë 3 ditë, 4 ditë që jenë servis. A është gjëna për ne, me 100.000 lekë pension që morim ne. Po, këta 100.000 lekë që çdo muaj mik vetëm i bëjmë makine. Se son hecë kam, dal me makinë. Do qiz me dalësh. Banorët thonë se ka ngritur këtë problem prej vitesh në dyert e bashkisë, por sipas tyre nuk është gjetur zgjidhje. Të tërë banorët veni kërkojnë kryetarit atë krye plakut fshatit. Kemi rrugën kështu, kemi rrugën, do bëhet javën tjetër. Kam shkuën komunë, kam shkuën bashki. Vim sot e vim nesër. Do vinë ta bën, taksa paguan, tëra që janë në rregull. Daulasi ndodhet vetëm 1 kilometër larg qytetit të Fierit, por sipas tyre zona po trajtohet sikur të ishte izoluar. Kërkojnë ndërhyrje për të ndryshuar këtë situatë.